Një tjetër lajm I mirë I javës ka qenë lajmi për hapjen e grup kapitullit fundit për negociatat me Bashkimin Evropian në 17 nëntor. Një moment absolutisht I shumë pritur, por edhe historik në kuptimin që me këtë grup kapitull hapen përfundimisht të gjithë kapitullet e negociatave në një kohë rekord prej 12 muajsh, një shpejtësi unike në procesin e të gjitha integrimeve të mëparshme evropiane. Asgjë pra nuk na ndal dhe kemi kapërcyer të gjitha pengesat që kishin të bënin me çeljen e të gjithë kapitulleve. Tani duhet kapërcejmë të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me mbylljen e kapitulleve. Po ndërkohë, ekonomia rritet, pensionet dhe pagat rriten, investimet vendase dhe të huaja shtohen, mbështetja për më të dobtit dhe për pacientët me sëmundje të rënda zgjerohet, ndërkohë që asnjë taks nuk parashikohet të rritet dhe puna e institucioneve përmirësohet hap pas hapi.